Në sheshin Çerçistopulli në Gjirokastër janë ekspozuar këto automjete të ardhura nga Italia. Makinat retro të ekspozuara në zonën historike morën edhe vëmendjen e turistëve. Për pjesëmarrësit, ekspozimi i tyre ka për qëllim njohjen me modelet e vjetra për të gjithë apasionuarit pas makinave, ndërsa shprehen se qyteti i Gurtë mbetet një destinacion që ja vlen të vizitohet dhe të rikthehesh sërish. Noi siamo un gruppo internazionale. Ne jemi pjesë e Rotary Italia dhe na bashkon pasioni për makinat historike. Kemi ardhur në Shqipëri sepse Shqipëria është një vend i bukur që na tërheq shumë. Kemi gjetur njerëz jashtëzakonisht mikpritës dhe falenderojmë të gjithë popullin shqiptar për mënyrën se si na ka pritur deri tani. Do të dëshironim të qëndronim këtu për një javë, sepse qyteti është shumë i bukur dhe kalaja është e mrekullueshme. Ky vend na pëlqen shumë, na tërheq dhe jemi pritur në mënyrë të shkëlqyer. Sono felice di ritornare. Kjo është hera ime e katërt në Shqipëri dhe besoj se tashmë kam vizituar pothuajse çdo cep të saj. Nuk kisha qenë më parë në Gjirokastër dhe duhet të them se kam mbetur i mahnitur nga bukuritë që ofron ky qytet. Ndihem shumë i lidhur me Shqipërinë, sepse stërgjyshi im ishte nga Kalabria. Ekziston një lidhje e fortë mes komunitetit arbëresh në Itali dhe Shqipërisë. Ndaj sa herë vi këtu, ndihem i lumtur. Jam i kënaqur që kam mundur t'i sjell miqtë e mi në Shqipëri dhe t'u tregoj atyre mikpritjen, mirësinë dhe gatishmërinë e njerëzve këtu. Këto janë vlera që ndonjëherë nuk i gjejmë më aq shpesh në Itali. Miqtë e mi kanë mbetur të gjithë të impresionuar nga mënyra se si janë pritur dhe vazhdojnë të më thonë se ndihen shumë mirë dhe krejtësisht rehat gjatë qëndrimit të tyre në Shqipëri. Ata tregojnë se mirëmbajtja e automjeteve retro kërkon përkushtim dhe kujdes të vazhdueshëm, por emocionet që përcjell drejtimi i tyre e bëjnë çdo sakrificë të vlefshme. Ovviamente le auto d'epoca, come già anticipato. Makinat që koleksionojmë janë para lufte dhe pas lufte, por këtu kemi ardhur me makinat pas lufte, sepse këto janë në gjendje më të mirë. Unë kam ardhur me një Porsche 911, model 996, version Cabrio. Në rastin tim, baba im ka qenë koncesionar i Alfa Romeos për më shumë se 30 vjet dhe më ka lënë disa automjete. Fillimisht kam koleksionuar makina Alfa Romeo, por edhe Porsche dhe modele të tjera. Megjithatë, pjesa më e madhe e koleksionit tim përben nga Alfa Romeo, duke filluar nga modelet e viteve 60 deri te ato më të fundit. Një tjetër vështirësi është se mekanikët e tjerë po zhduken gradualisht. Makinat moderne funksionojnë kryesisht me kompjuter dhe sisteme elektronike. Gjatë kësaj periudhe, qyteti i Gurtë po vizitohet nga një numër i konsiderueshëm turistësh, vendas dhe të huaj, ndërsa ekspozimi i makinave retro ka zgjuar edhe më tepër interes tek vizitorët.